Amer, edhe një pyetje fare në fund. Sa i përket kësaj çështjes për menaxhimin e qenëve ndacak, si qëndron Skenderaj për këtë? Nuk është realisht një problem vetëm në Skenderaj, është gjithandej. Po, e kemi parasysh, është një problem që ballafaqohen realisht gjitha komunat edhe vendi në përgjithësi. Ne kemi një marrëveshje që disa vite me radhë me një organizat kokostrej që përfshin edhe sterilizimin edhe kastrimin e qenëve endacak, por është një problem i vazhdueshëm me cilin po përballet edhe komuna jonë. Në marrëveshja aktuale pro parashesh që rreth 100 sapo kemi nështru kohët e fundit, rreth 150 qenë të trajtohen dhe të sterilizohen, të kastrohen, pra dhe mos t'jenë të rrezikshëm, gjithashtu do të ketë edhe kundër tërbimit, pra injeksione kundër tërbimit, me qëllim që këta qenë pra të mos jenë të rrezikshëm dhe të mos jenë agresiv. Numri i tyre është goxha i madh, por po mendohemi që me këtë marrëveshje pra sadopak ta reduktojmë edhe agresivitetin e tyre, edhe me qëllim që mos t'jenë të rrezikshëm për qytetarët e Skënderajt. Po, dhe Amer, të falenderoj shumë për kohën dhe për gjitha këto informacione që i dhe për ne dhe për shikuesit tonë këtu tek adresa ankesa.